Pastaj kriza, pandemia, inflacione, luftra. Sepse e dini si funksionon bota. Njerëzit e mdhenj marrin vendime. Njerëzit e vegjël jetojnë. Ata ulen, bëjnë dhe prishin negociata. Ne blejmë thas me miell, ti kemi rezervë. Ata bëjnë strategji gjeopolitike. Ne vuajmë rritjet e çmimeve, shkaktuar nga luftrat. Tani ka nisur një konflikt i ri, duket si larg nesh, por i ndihet era edhe këtu. Dhe presim. Sepse mielli, qumshti, ilaçet vinë nga larg. Sepse gratë e fasonerive do të mbeten pa punë e pa bukë nëse kriza ka partnerët italian. Sepse kemi djalin tonë emigrant, aty ku mund të mbërri lufta. Jemi ushtarakisht të pambrojtur, ekonomikisht të varur, diplomatikisht të vegjël. Dim të bëjmë dy gjëra shumë mirë, të durojmë edhe të ikim. Kemi eksperiencë në të dyja. Sa për liderët tanë, ato do të bëjnë atë që kanë bërë gjithmonë fundja, do shkojnë nga fryn era për interesat personale. Lufta për ta është mundësi për të fituar kredite politike ndërkombëtare. Po ne të tjerët, a do jetojmë edhe ne si ata fëmijët e këngës, me sy hapur, me gojë të mbyllur, duke pritur a do t'i mbjetojmë natës. Por ne të vegjlit, ne që nuk e duam luftën, duhet të artikulojmë me zë frikën tonë dhe asaj t'i japim një emër. Ne duhet të bërtasim, me protesta, me debate, por edhe me art, e me çfarë të mundemi. Ne nuk jemi si liderët tanë, dhe ne nuk mund të rrim me duart larg.